5 muaj hetime janë dashur policisë së Tiranës për të faktuar përfshirje në shpërndarje të lëndëve narkotike të 44 personave që prej kësaj të premte ndodhen me masa sigurie. Sipas policisë, deri më tani janë vënë pranga 25 persona, ku 6 prej tyre janë arrestuar më herët gjatë periudhës hetimore. Ndërkohë, 13 pjesëtar të këtij grupi ende nuk janë arrestuar nga policia pasi nuk u gjetën në banesë. Nga hetimet kanë rezultuar se grupi në fjalë, ku pjesëtarë ishin edhe 2 të mitur, shisnin në zona të ndryshme të Tiranës lëndë narkotike nga kanabisativa deri tek kokaina. Sipas informacioneve, pikat e tyre të shpërndarjes ishin edhe pranë ambienteve të shkollave 9-vjeçare dhe gjimnazeve. Nga kontrolli i bërë në banesa dhe ambiente të ndryshme janë sekuestruar 2 kg e 400 gram kokainë, 16 kg lëndë dyshuar narkotike çokollatë, 22 kg vaj kanabisi. Po ashtu janë gjetur 3 armë gjahu, 1 armë zjarri pistoleci dhe 118.900 euro të dyshuara të vjedhura në bank, qindra fishek zjarr, celular dhe sende të tjera të kundërlishme. Ky operacion është vijimi i operacionit Tempulli, ku në pranga në të gjithë Shqipërinë u vunë më shumë se 200 persona, të cilët rezultuan të ishin shitës së drogës.